ju që jeni të majtë, po ju i villni ilaçet fëmijëve, po ju i villni ilaçet njerëzve me kancer. Ku qëndron e majta, e cila në tezën e saj kryesore ka të drejtën e të pamunduarit, të drejtën e punëtorit, shansin e barabartë e majtë liberale. Gjithë Shqipëria është mbushur nëse një të fortë fiton zgjedhjet. Dhe këta unë e di nga terreni. Ju nuk mund të më thoni muaj që i keni fituar zgjedhjet. Unë e di që gjysma e Elbasanit është me kamera. E din dhe Elbasanit. Po e din dhe ata të Durrësit. Po e din dhe ata të Vlorës. Dhe ky është një realitet nderuar, zonja zotri, që ju nuk e mohoni dot. Ne kemi një zgjidhje si Shqipëri, nëse kthehemi tek ideologjia, jo te pragmatizmi. Ne do të themi te idet, të diskutonim sot për programin e Shqipërisë, mbi të majtën dhe të djathtën. Një qëllim i përbashkët për të zhvilluar Shqipërinë, por në mënyra të ndryshme. Le të ishin të majta, le të ishin të djathta. Por ne kur heqim bisedën, kur dhunojmë fermerin, kur dhunojmë të doptin, dhe polici i thot të fortit shef, ne e kemi shkatruar Shqipërinë.